Normalisht ky ka qenë edhe qëllimi jonë, të jemi dy të parët në grupë dhe besoj që gjithë bashkëtarët kanë bërë një punë të jashtëzakonshme. Edhe jemi shumë të lumtur që kemi arritur aty, po ende nuk ka përfunduar asgjë sepse kemi dy ndeshje shumë të rëndësishme. Them ashtu dy finale, edhe besoj që në mars shpresoj që të gjithë lojtarët i kemi në formë, pa lëndime. Kjo është shumë e rëndësishme, edhe pastaj shpresojmë të fitojmë ndeshjet dhe të kualifikohemi. Po kjo është loja jam, edhe në sa herë të kam mundësinë, unë jap maksimumin si për shtetin, si për klubin, edhe jam shumë i lumtur që sot paktën arritëm një barazim, edhe tash do jem shumë i fokusuar në ndeshjet e ardhshme në klub, po ashtu në mars pres që gjithë ekipi të bëj punën siç e ka bërë edhe tash. Ndeshje vështirë, për shkak edhe që rasët të nditën që edhe ka pas fusha o rënu edhe në kësi lloj fushe me lujt me të vetet për dy skuadra është vështirë. Jemi të lumtur që kemi marru këtë cikël me një rezultat pozitiv, që veçoj që është pozitiv. Pastaj vinim për një cikli që ka të lë pa pësuar asnjë gol, sot e pësuni, po arritëm me barazimi. Qëllimi sot ka qenë me mbaru ciklin para tifozëve tonë me fitore, po nuk e arritëm. Unë dua të falenderoj edhe në emër të ekipit edhe gjithë stafit tonë, tifozëve tonë që edhe pse ka qenë shumë kohë e vështirë sot me të rreshura me gjitha, ka pas stadioni u konë përmbushën me tifos tonë. Falenderoj shumë, falenderoj gjithve, edhe uroj edhe atyve kualifikimin për play-off, edhe shpresoj që se shpejti na vjen marsi edhe shihemi edhe këtu atë. Po pos kësaj barazimit ne duhet me motivu vetën sepse kemi arritur të mbarojmë një cikël, një kampanjë këtu në vendin e dytë që na çon play-off për neve është një sukses jashtëzakonisht i madh, sukses historik. Kështu që i vetmi problem mund të qenë sepse ka edhe 4 muaj deri në mars, unë vetëm po shpresoj që asnjë bashkëtar nuk të ketë ndonjë probleme, ndonjë lëndime, edhe të bashkohemi prapë vetë mars këtu, siç kemi qenë këto 2-3 muajt e fundit që i gjithë ekipi edhe ata që janë konë banke edhe ata që janë konë tribuna, janë lojtarë që luajnë në për ekipet e tyre, janë lojtarë që janë shumë të rëndësishëm, dhe po shpresoj që do vazhdon edhe kjo euforia, dëshira jonë për mars edhe të shkruajmë histori së bashku. Jam shumë i lumtur që mujtë me animu ekipit, kena kallëzu maksimumin sot si ekip, si kombëtare, krejt bashk, qaja du të me konë çdo lojë, edhe besoj që mëna me kallëzu edhe kvalitetin që kena në mars. Na jemi gati, na jena pregaditshëm, edhe shkona krejt bashk. Atmosfera o konë fantastike, faleminderit edhe që na keni përkro gjithmonë, dhe besoj që mëna me vazhdu si kombëtare, si krenari që jena edhe në mars.